por se nga prishja e pazareve me njëri tjetrin aty rreth e qark, dolën dhe folën. Sepse më fal, nga ta di dhe unë e bardhi dhe ju me radh ç'a bëjnë ata në ministri sot për shembull. Nga e dim, se dim. Duhet flasi dikush nga brenda, çuna, diçka nuk ndodh mirë aty brenda, themin po çfarë është na jep edhe marr informacionin. Pra, duhet kuptojmë që Edi Rama duhet ta çojë deri në fund. Dhe unë besoj që Rama duhet ta çojë deri në fund, që të kemi dhe ne të themi ndaj gjë, se po të çojë deri në fund çfarë, do mbaroj aty situata, të shkojë shkreta në manastirin e Pogradecit tani. Po çfarë në manastirin e Pogradecit më? Po çojmë tek manastiri ndërkombëtar më. Në këtë rast sa i përket Edi Ramës, si është e mundur që njëherë bën rolin e prokurorit në rastin Arben Ahmetajt dhe tani bën rolin e avokatit në rastin e Belinda Ballukut? Është i kapur nga Belinda Balluku, ka frikë prej saj, apo e pret i njëjti fat si vet atë që ndoshta mund të pezullohet? Për shkak se lista e të pandeurve të Partisë Socialiste është e gjatë, unë do të them disa emra dhe do të rradhis ato çfarë unë kam thënë tek ty. Duhet të kesh parasysh diçka. Kur kemi bërë intervistë për grupet kriminale, kur kemi bërë intervistë për punojës policie me grada që janë arrestuar, unë do kam thënë vazhdimisht prezumimin e pafajësisë dhe nuk besoj në statistika. Një pjesë e mirë e tyre kanë dalë të vërteta që është statistik dhe është cenuar prezumimi i pafajësisë ndaj tyre. Nuk po merrem me grupet kriminale, se ti e di që unë s'merrem me grupet kriminale, se s'kam ndaj gjë që të mbashkoj të merrem me grupet kriminale. Por merrem me politikën për shkak se politika dihet çfarë bëhet, sepse është një figura të njohura. Që të merresh me grupe kriminale, duhet për shembull që të kesh lidhje me ata në kuptimin e emrat e tyre, ta dish si puna e skuadrës së futbollit, që njëri me tjetrin dhe pazaret si i bëjnë. Unë me grupet kriminale nuk kam lidhje. Pra do të thotë nuk njoh emrat e tyre, thjesht po dol 2-3 veta që janë emra të famshme. Tani, kujdes një gjë tjetër. Kur ndodhi rasti i zotit Veliajt, doli me vonesë. Kur doli rasti i zotit Berisha, unë mbajta qëndrim çfarë është spaku. Kur doli rasti i zotit Ahmetajt, unë mbajta qëndrim çfarë do të thotë spaku. Kur ndodhi rasti i zotit Beqaj, unë mbajta qëndrim që për spakun. Dhe ju e dini shumë mirë që qëndrimi im ka qenë koherent për të gjithë. Pra, spaku krijon statistika për të kënaqur afërmendësh ata që besojnë që spaku është i pavarur. U bë rasti i zotit Meta, që edhe të njëjtin linj kisha si të ato të tjerët. U arrestua zoti Veliaj, e njëjta linj, nuk pata asnjë ajo që themi emocioni tepruar për shkak të urrejtjes popullore. Pra ishte e njëjta linj. U bëra avokatit të Metës, nuk ka ndryshuar diçka, vazhdoi e njëjta linj. Pra, unë jam koherent me ato çfarë kam thënë që në fillim e deri më sot. Ndërsa zoti Rama nuk është koherent. Pse? Se ishte i gëzuar kur arrestohej zoti Berisha. Heshti. Ishte i gëzuar kur arrestohej zoti Meta. Heshti. U duk sikur u mërzit për rastin e Beqajt. Po i thane nuk bëjmë avokatin e askujt. Dhe Partia Socialiste nuk bën avokatin e askujt. Dhe rasti i zotit Veliaj nuk bëri avokatin e askujt. Dhe i tha zotit Veliaj dhe madje nga Asambleja e Partisë Socialiste e shkarkoi nga kryetar bashkie. Më fal. Kush duhet të ketë koherencë? Se duhet ja themi qytetarëve. Ai i cili është avokat apo i cili është politikan dhe madje ka dhe fuqinë të normoj ligje sipas qefit dhe kostumit të tij. Po ai që është në pushtet, ai ka më shumë mundësi. E thon ndryshe,
që zoti Rama është në një moment që tjera thoshte në fillim, tjera gjatë rrugës dhe drejt përfundimit do dëgjoni akoma gjëra më të çuditshme. Pra do të thotë që koherenca për reformën në drejtësi zerrohet për zotin Rama, po jo për Gylsenin. Pse? Sepse pikrisht ju kam thënë, SPAK-u krijon statistika, Altin Dumani shërbëtori Edi Ramës dhe në fund fare statistikat ndihmuan Edi Ramën për 11 majin. Po në rastin e Belinda Ballukut, çfarë po ndodh? E ka futur në thes kjo Edi Ramën apo thjesht është duke mbrojtur për aferat që mund të kenë bërë së bashku? Shiko, kur ti je i proceduar si ish kryeministër për shkak se dhëndri jot dyshohet dhe ti pas ke bërë në Këshillin e Ministrave dhe një vendimarrje, rasti Berisha, i bie që zoti Rama dhe zonja Balluku do të shkojnë bashkë të pandehur. Se kështu kuptohet qartë. Por nuk jemi në këto kushte. Jemi thjesht në kushtet që ato flasin vetë dhe është tepër e qartë që zoti Rama po ndihmohet nga SPAK-u për të bërë lojën, aktrimin që shiko, unë nuk e përcjell zonjën për shkak se po e mbroj deri në fund. Edhe një herë, nuk kam qenë unë edhe ti në Këshillin e Ministrave. Ka qenë Edi Rama dhe ajo në Këshillin e Ministrave. Ajo dhe Edi Rama ka folur, ai edhe ajo ka folur vazhdimisht me njëri tjetrin në telefon dhe jo unë edhe ti me Edi Ramën apo me Belindën. Pra, e thon qartë tek qytetarët që sigurisht që njëri do të mbrojë tjetrin. Në rast se janë në rrezik. Pse? Tradhtia e brendshme është më rrezikshme se tradhtia e jashtme. Pse? Se ti tek tradhtia e brendshme nuk e kupton tradhtarin. Ta fut o shoku o ortaku. Se kupton vonesë. Ndërsa ai që është përtej oborrit tënd dhe atë që ti e kontrollon, armiku jashtëm është më i shëndetshëm. E di pse? Se ai të paktën të thotë të vërtetën. Pavarësisht se të urren apo nuk të don apo të kritikon. Po do thot, po shiko, mo besnik ke atë të cilën e ke armikun e jashtëm. Nuk kupton? Se sa shokun dhe ortakun. Se në të dyja rastet ky ti di dobësit. Dërsa ai atje nuk ti di të gjitha dobësit. Mund të dëgjoj, po përsëri duhet ta kuptoj. Dhe ai që të ndihmon më shumë, që mund të jesh armik me te, është ai që është jashtë. E kuptove këtë, e besoj. Po, se ka edhe mënyrë njerëzore edhe politike. Ma e me këtë. Jo shoku, jo ortaku, por ai që ke përballë. Të ndalemi pak te pjesa e reagimit të kryeministit Edi Rama, i cili ka shkruar në rrjetin social X, pra në ish Twitterin, se zakonisht çështjet e nxehta aty shkruan, jo në Facebook dhe në Instagram, se ka hallin e komenteve. Jo, e di pse, nuk është kjo e vërteta. Sepse Rama, po kjo është pra. Më dëgjoj pak më mirë. Rama ka një stil komunikimi. Komunikimi kur është brenda Shqipërisë për një gjë shumë sensitive, komunikon në X. Pse? Që ta dëgjojnë ndërkombëtarët që ai ka në X. Ajo është një pjesa kryesore, më beso mua se kam ndjekur prej vitesh, është kjo, pikërisht kjo. Çështjet e nxehta i shkruan në Twitter, pra në rrjetin social X, në mënyrë që njerëzit mos e komentojnë dhe mos përplaset me ta, e kupton? Dhe kjo është arsye kryesore, sepse nuk e duron dot pjesën e reagimit. Miratohet, vazhdo. Se e them më poshtë, mos ke merak. Vazhdo ti. Tani të lexojmë pak pjesën e reagimit që ka bërë vetë kryeministri Edi Rama. Dhe thotë që 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mos vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres nga 1.
funksionet e padelegueshme kushtetuese nga ai i antarit të qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund të pezullohen kurrësi nga askush duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin pra institucionin që ai drejton. Pra ka hallin se ngel posti i zëvendës kryeministres pa Belinda Ballukun. Edhe s'ka si t'ia bësh Shqipëria pastaj. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, por ndahen te rrugëzidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Pra është ajo që thatë dhe ju pak më parë që do të thras dhe opozitën dhe të filloj pastaj këto manovrat për ndërhyrë në legjislacionin e reformës drejtësi. Nuk do thras shokun dhe ortakun, po do thras atë që është përballë, armikun. E vetmja palë, pra pika 3, vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit Spaku që në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës pra ndaj Belinda Ballukut, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që Spaku bëri pas rënies së masës së pezullimit. Pra po i thot Spaku që mos u turni me urgjencë ju që të kërkoni se s'bën tani heqjen e imunitetit, po merrni me ngadalë. Dhe ka bërë dhe i shtesë nga ana e tij, domethënë se pikat e mësipërme ishin ato të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, se ato ka dhe mendimin ndrysh aty, e kupton? Pavarësisht se flet vetëm ky. Vazhdo po. Spaku po flisë për një parti me parime demokracie. Po ishe ironi pra prandaj se. Prandaj e kuptove dhe pastaj po e kuptova me vonesë, po mbledh të jem edhe unë naiv, pak, s'kemi edhe të jemi tani shtesa ne jemi thjesht naiv, e kuptoj thjesht aprovojmë. Tani shtesa e bërë nga ana e kryeministit Edi Rama është pak a shumë kjo. Ku ai shkruan, Spaku nuk preket, vetëm mbështetet thot. Liria dhe e drejta çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Tani duke i marrë në tërësi gjitha këto pika që ka parashtruar vetë kryeministri Edi Rama, çfarë tregojnë në këtë rast? Ka frikë nga njëra anë dhe ka një reagim tjetër që kërkon të ndërhyjë në sistemin e drejtësisë dhe është një sulm ndaj vetë Spaku dhe sistemit drejtësisë? Më lexo pak atë të fundit që tha? Për lexoj atë që tha të fundit. Tha për ekzekutivin dhe legislativin. Shtesën që ka bërë nga ana e tij është pak a shumë kjo që thot Spaku nuk preket, vetëm mbështetet, liria dhe e drejta çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Pra kjo është shtesa që është ka bërë. I nderuar, ky është sekreti. Pra, i thot Spakut drejtësisë, edhe të themi diçka, Spaku nuk është drejtësia, drejtësia është gjykata, më kupton se këtu ças dëgjoj. Dhe i thot ligjvënësi 1 edhe 2 kush ekzekutivi garantohen. Nuk preken, mbrohen dhe fuqizohen. E kupton çfarë do të thotë kjo? Rama po fuqizon pushtetin rreth tij, duke i treguar qartësi Spakut dhe drejtësisë së tij të re, vendosni çfarë do doni, veproni dhe duke thonë në të njëjtën kohë, në të njëjtën mënyrë, ekzekutivin e kam unë, legjislativin e kam unë, sepse nga të dyja anët, unë çfarë kam fituar në mënyrë të paparë në 11 maj. Tani, a quhet fitim? A quhet vjedhje? Unë nuk jam për të gjykuar. Por unë them faktin konkret që ai është akoma në pushtet.